Aktori Laert Vasili, i cili u shpalli treti në finalen e edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania, ishte sot në një rrëfim në emisionin Shqipëria Live. Ai tregoi se si ndihet pas daljes nga shtëpia dhe si e pret publiku jashtë. Kështu e kisha parashikuar edhe unë finalen. Më vjen mirë që eci në rrugë dhe Sagapao Laerti është bërë lajtmotiv i ri. Fal nënës time, të gjithë më shtrëngojnë dorën me dashamirësi, u shpreh Laerti. Për sa i përket situatave në shtëpi, ai tha se emri i tij është përdosur dhe se janë lëshuar shumë ofendime ndaj tij, për të cilat tha se përfaqësuesit e tij ligjor do të shohin nëse do të ketë një padi apo jo. Ka pasur aq shumë ofendime sa mund të shkojnë në ndjekje penale. Atë do e mendojnë përfaqësuesit e mi ligjor. Jam djeri përbaltur, është prishur imazhi im, sidomos ai i profesionit. Jemi në lojë, por nuk jemi në nivelin tënd në lojë. Gjendja është e rënduar, shumë e rënduar. Në asnjë mënyrë nuk do ta riboj si eksperiencë kurrë, tha ai. Në lidhje me fituesin, Laerti u shpreh se gjesti e meritonte, por nuk ja kurseu thumbimet. Ai e meritoi në mënyrë absolute fitoren, shkatërroi gjithë shtëpinë, çoi një vajzë në gjendje të rënduar në shtëpi. Ai bëri gjithçka. Unë jam tjetër njeri. Di që është futur një 3 herë në dhomën e rrëfimit për të regjistruar një 2-3 këngë. Nuk regjistroi asgjë. Patëm për të shkruar një tekst, nuk shkruajti asnjë varg, por ja që publiku paska këtë preferencë. Një analfabet funksional, ndaj është më e bukura notën e mirë, tha Laerti.